Albin Kurti, nga sot, deri në ditën e zgjedhjeve, asë njëherë nuk do të përmend Vjosa Osmanin, asë nuk do të merret, asë nuk do të kritikoj. Kryeministri ka për obligim edhe moral me dalë me ju tregu qytetarëve pse s'ka bo Vjosa Osmani për presidente. Numërale pashtë një qëndrim pozicion tonin, shumë që të shumë vjeka pozitani polemika, pse zoti Kurti nuk e përmeni asë njëherë Vjosa Osmanin. Sot është dita e parë, po do këtë shumë heshti përveç Vjosë se cila reagoj. A me ndonë që ka me pasë, zoti Kurti ka me qeni ashpër në polemika dhe ndaj Vjosa Osmanit. Pëse nuk e përmeni këto 48 orë asë njëherë emrin e saj. Përveç disa deputetëve sot që njërë të organizume, pesulmojmë Vjosa Osmanin, deputetëve dhe vendosjes, për asë një moment nuk u përmen nga Albin Kurti, ish bashkëpunëtorja me afërt, presidentja e ti, Vjosa Osmani. Unë sot edhe në një medium tjetër e thash, edhe po them të jo. Por vëç titull, pësa ta për veti? Albin Kurti, nga sot, deri në ditën e zgjedhjeve, asë njëherë nuk do të përmend Vjosa Osmanin, asë nuk do të merret, asë nuk do të kritikoj. Pse? Po kretë kjo ndodhe për shkak Vjosa Osmanin, a për shkon vetë zenë veni zgjedhje, pse nuk përpranon Vjosa Osmanin? Unë besoj që kryeministri ka për obligim edhe moral me dalë me ju tregu qytetarëve pse s'ka bo Vjosa Osmani për presidente, cilat janë angazhimi sajna kundër Kosovës, kundër interesave, çka ka qenë rreziku që ajo të jetë përsëri presidente. Ka obligim me jau shpjegu qytetarëve të Republikës Kosovës. Të kolektimi gazetarë kam ja bo si pyetje, ku dhe si të shkon? Unë po që shpesher ju ka bo kjo pyetje, por kryeministri nuk përgjigjet në diçka komplet tjetër, duke ndru temen. Edhe këto, deri me ditën e zgjedhjeve, kryeministri Kurti nuk do të merret fare me Vjosa Osmanin, sepse e din që sa që të merret, ka me ndiku në aspektin elektoral të ai. Ka me i vendos njerëz për rrethina, me o marrë me to, me kriju propagandë për to, dhe për së cilin që e shef si oponent politik, mirë po vetë direkt nuk do të ketë guximin as njëhere ta thot as edhe një fjalë për Vjosa Osmanin, angazhimin e sajna dhe pse nuk është rizgjedh presidente. Albin Kurti nuk do të ketë guximin të thot as një fjalë për Vjosa Osmanin? Pse është pyetja 1 milion që se zoti Kurti konsiderohet për i politikanëve të guxim shumë? Arsyeja është aspekti elektoral që ai kalkulon edhe që e njeh jashtëzakonisht mirë, ma shumë se sa secili politikan tjetër, po e them, edhe metodologjia e mos barazimit të nivelit lidersh, dhe më thonë, me qenë që ky mendon që është një lider mbi të gjithë, edhe dikush që duhet me u marrë me Vjosa Osmanin, vendos në i deputet, për shembull sikur rastin që dje që ndodhi me Agim Batirin, me i kërku nënshkrimet, më ka qu Albini, tha me i marrë nënshkrimet. Agimi sot ke jashpër ndaj Vjosës edhe me status? Absolutisht, edhe deputetet tjera cilat i kem pa në vazhdimsi ku dalin me statuse kundër Vjosa Osmanit edhe për dhe më thonë, ka me qenë që kjo narrativ ku kjo provon me... Merë me Vjosën, për jo Albini. Albini do t'i përdor të tjerët, merë me Vjosën. Me Vjosën kanë fillu me umarë, dhe më thonë, prej ditës, kur është ditë që nuk do t'a propozojnë si presidente. Kanë fillu me qut rathare, me, dhe më thonë, sot e po, dhe më thonë, njerës që janë në nivellet në alta në lëvizjen vetë vendosit, të e që ka të rathu edhe rrugovizmin që dikush që s'ka lidhje